kutin Gilan me po tatu, femën, s'ka me dhe si biznes. Tretëm të thonë nuk më pas kërkon që më ka përkra, e vetë me u kur motra jam që më ka përkra, kur ja ku më shprej idejen, ja ku më shprej asaj që përdu më marë me tatu me hap një studio tatus, e vetë me u kur motra që më ka përkra se tjertë ju në konkret. Qëfar thonin? Qëfar komente këshin? Gjithë fare. Të më thonë, kutin Gilan me po tatu, femën, s'ka me dhe si biznes. Une me gjithë se nuk e ku më hapë si biznes. Une studion e ku më qelë për vete, për me shprej vetën, si hobi ma shumë, jo si biznes. Po tani që shumë ka marrë hapë puna që edhe u shëndru në biznes. Ka ndryshun pastaj ato komentet para gjykimet? Shumë shpejt ka ndryshun. Shumë shpejt. Veç mu i parë që e ku mapë studio nuk konë shumë i sukses shumë. Po të kujtojt klienti apo klientja e parë? Po, si sa të kujtoj klientin e parë, kujtoj si sot. Kur ka ardhë në studio me bo tatujën, unë jëmë konë full stress. Në më thonë jëmë dridhë për frigës. Edhe atë person ende, do më thonë e kom klient. Ka vazhdu me bo tatuja ende? Po, që 15 vjetë, po. Ka qenë e fështirë si punim tatuja po? Shumë. Nuk u kun tatuja madhe, po për herën e parë që shë kun punu, kun shumë stresuse. Po të regua që s'keni pas përkraje në atë periud nga rrethë dhe familja shumë, për shkak që kanë thonë që nuk mundet një vajzë në atë periud në Gjilan me hap një studio për tatu. Po. Kam pas para gjykime edhe nga njerëzit që nuk ke njoh fare? Po. Muna me thonë prej kejtve. Trallë jënë konë ata që kanë ardhë edhe ma kanë uru me sukses. Si ju ka duke dishka si ide jashtë normalës. Po shumë shpejt ja u demantua gjithve këto, brenda muajt. Shumë shpejt u bindën që jam për që ata, jam e gashme me punu që atë punë, e du me zemër këtë punë edhe së ma kanal kërkush.